është e nevojshme të kthehemi diskutimeve për ta zgjidhur çështjen e presidentit dhe kur ta kemi një marrëveshje, ta ftojmë vazhdimin e seancës konstituive, pra kur të jemi të siguruar që kemi bërë çdo gjë për të evituar shkuarjen edhe në një palë zgjedhje të panevojshme për shtetin, të paarsyeshme për qytetarët e të dëmshme për buxhetin dhe ekonominë. Më lejoni që edhe një herë t'i uroj të gjithë 120 deputetët, nuk mungoj asnjëri sot, t'ua uroj dhënien e betimit dhe zgjedhjen deputet të Kuvendit të Republikës të legjislaturës së 11. Ju dëshiroj gjithë të mirat secilit prej tyre dhe punë të mbarë e suksese në një legjislaturë e cila nuk do duhej të ndërpritej për disa javë me shkuarje në zgjedhje të reja, me që nuk arritëm përsëri ta zgjedhim presidentin e na u desh ta shpërndajmë Kuvendin. E falenderoj në veçanti për një takim që kemi pasur kryetarin e PDK-s Bedri Homzën dhe kryetarin e LDK-s për 3 takime gjithsej Lumir Abdigjikun, për konstruktivitetin, për atmosferën në takime ku kemi ndarë bashk sfidat që i ka shteti ynë përpara dhe uroj që ky lloj komunikimi e bashkëpunimi të vazhdoj edhe më tej. Natyrisht që jam i interesuar të vazhdoj diskutimin për marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe një herë i bëj thirrje kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëria Ardian Xhinit, kryetari Gjakovës, së voni tash edhe kryetari AK-s, por edhe kryetarit të PDK-s Bedri Homza, i cili dikur, siç e dini, ka qenë guvernatori i Bankës Qendrore, ka qenë ministri i financave në qeveri, ka qenë kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, njëri me përvojë profesionale e institucionale, që të takohemi, që të bisedojmë. Sepse nëse kryetari i Kuvendit i takon subjektit fitues që është lëvizja vetëvendosi, dhe nëse qeverinë e formon mazhoranca që jemi ne, me 62 deputet, për dallim për 66 sa i kemi pas herën e kaluar. Pra këto dyja, nëse janë përgjegjësi e jona, zgjedhja e presidentit, që në rast dështimi na çon zgjedhje të reja, është përgjegjësi edhe e PDK-s edhe AK-s. Pra konstituimi i institucioneve nuk është përgjegjësi ekskluzive e fituesit, na duhet diskutim, na duhet komunikim e bashkëbisedim. Unë jam i vullnetshëm, i interesuar edhe i gatshëm.